Dhe në të vërtet nuk është se i ka shumë të qartë dhe cilët janë forumet, si është mënyra vendimarrjes dhe çfarë janë deklaratat. Thënë këtë, është një gjë shumë e mirë për vendin, sepse në një farë mënyrë ai rrit prestigjin, e nxjerr si vend lider në rajon, jep një imazh tjetër, ndoshta edhe mbi kapacitetet ose mbi ato çfarë mund të tregojë vendi dhe tregon edhe një gjë, domethënë që Shqipëria ka kapacitetet logjistike, diplomatike, organizative, domethënë për të organizuar samite të tilla që janë shumë komplekse, sidomos nga pikpamja edhe nga pikpamja e sigurisë. Por nëse do të kërkojmë se çfarë përbën lajm duke u referuar dhe pamjeve të ndryshme, në shtypin vendas, nëse ti kërkon thotë rrugët ku bllokohen. Dhe ky është si thush lajmi vendor i portaleve, domethënë kur bllokohet, si kalohet, si shkojnë në aeroport. Gjë që është e pazakonte, meqenëse Shqipëria po bën shumë samite dhe bën mirë, domethënë ose disa samite shumë të rëndësishme, si ishte ai i liderëve të Bashkimit Evropian me liderët e rajonit, samiti për Ukrainën, dhe ndoshta edhe i NATO-s në 2 vitet e ardhshme. Në planin vendor janë këto vështirësitë e të jetuarit në një kryeqytet normal, që edhe pas samitet, domethënë nuk është se ka ndonjë lehtësi të madhe në kuptimin e qarkullimit. Në planin ndërkombëtar, besoj që lajmi do të jetë Ukraina ose çfarë mund të ketë në gjë ose ndonjë gjë tjetër për te BE-s, pra vendet që janë në konflikt ndoshta mund të kenë ndonjë lloj paqëtimi. Në planin po i them italian, duke nis nga këto, unë besoj që fotot në Itali do të jetë kryeministri ulur në gjunjë. Domethënë kështu që do të marrë vëmendjen për këtë formë që dhe pritshmëritë për këtu është një rast i mirë që këtu zhvendoset tashmë debati nga çështjet e zgjedhjeve, vota diasporës, lufta e brendshme mes këtyre, po kalon tek një plan tjetër që është samiti që pasohet pastaj nga konferenca e investimeve dhe para saj ishte Giro d'Italia, në mes ishin zgjedhjet, pra si thua kanë qenë javë që nxjerrin Shqipërinë në lajmet ndërkombëtare përgjithsisht në drejtë pozitive. Ju në fakt e përmendët, një qytetar sot del nga shtëpia, është i bllokuar, nuk ka ndoshta rrugë alternative për të shkuar edhe në institucionin ku punon. Këta qytetarë që ndeshen me këtë bllokim, me një devijim të përditshmërisë së tyre, me një devijim të jetës normale të qytetit të Tiranës, çfarë duhet të dinë në mënyrë sa më thjeshtë për këtë samit? Për qytetarët, çfarë shërben? Në planin kaq të thjeshtëzuar, do të thoya asgjë. Në një plan si thua të pamatshëm, është imazh, është prestigj, është si thua një investim që bëhet për imazhin e vendit dhe duhet të kuptojmë që dhe rajoni dhe vendi kanë mbutur shumë në radhë të parë nga perceptimi dhe nga imazhi. Ajo që duhet të kuptuar është kjo që ka kryeqytete që kanë aktivitete ndërkombëtare të përditshme dhe nuk kalojnë në këtë lloj paralize totale, në kuptimin e pjesës kryesore, domethënë kujdes aeroportin, kujdes në këtë zonë nuk lejohen as këmbësorët, pra që do të thotë nuk e kemi një hapësirë eventesh që ne mund ta organizojmë në mënyrë pa bllokuar jetën. Edhe Giro d'Italia kur bëhet në Itali nuk bllokon jetën e qyteteve kryesore, por kalon në përshtigje të tjera, ndërsa ne kemi, si thua, krijuar këtë traditë tani që i bllokojmë. Domethënë për hir të bllokimit bandje kalimi çik më tej, nëse ai thotë që bllokohet nga ora 10, ti gjen vetëm të bllokuar që në orën 8 dhe nuk merresh çdo të vesh me punojësin e policisë që është aty se thotë kam urdhrat në 8 tash. Pra si thua këtu duket si njerëzit janë të pajtuar, do bëhet një samit dhe shikojnë në orën kur do mbaroj. Deklarata e samitit nuk besoj se do të ketë një gjë konkrete për Shqipërinë përveç falënderimit që është një vend mikpritës. Vend mikpritës dhe duhet tregojë si thua kualitetin e mikpritjes së shqiptarit, por ndoshta mund të jetë një pjesë e falënderimit, por nuk është se ka ndonjë gjë në raport me integrimin në Bashkimin Evropian, është një rrugë krejt tjetër. Domethënë po flasim me që jemi të bllokuar në këtë, po flasim për rrugën e Rinasit dhe rrugën e Elbasanit. Pra, njëra është që thjesht i të shkosh të udhëtosh, tjetra është të kesh një destinacion. Dhe keq kuptimi se po që janë antar këtu, domethënë i afruar më shumë BE-s, është një iluzion. Në BE ne kemi nisë një proces prej çerek shekulli. Dhe në këtë proces e kemi filluar si thua by law, sipas rregullave të vendosura. Ndërkohë që flasin zoti Dervishi, shohim edhe presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan që drejtohet në tapetin e kuq pikërisht për takuar edhe kryeministrin Edi Rama.
shohim nëse do të ketë ndoshta një fjalë për median, po duke e njohur zotin Recep Tayyip Erdogan në këto takime pak vështirë, është ky momenti i takimit të dy liderëve që e shohim drejt për drejt në këto pamje? Është një konfirmim i faktit të marrëdhënieve personale të mira që kanë të dy liderët. Mos harrojmë që presidenti Erdogan telefonoi një ditë apo 2 ditë para ditës së votimeve. Turqia po kthehet në një aktor në këtë mjedisin e ri ndërkombëtar, një aktor të rëndësishëm, ku po ndikon si në lindjen e mesme ashtu edhe për në konfliktin në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës.